Ministre e Punëve të Brendshme Albana Koçiu përsëriti një mesazh të qartë të pathyeshëm. Pasuritë e përfituara nga veprimtari kriminale nuk do të gëzohen dhe nuk do të trashëgohen, por do të kthehen në shërbim të interesit publik. Para e pronaj që burojnë nga droga, mashtrimi apo forma të tjera të kriminalitetit nuk janë më simbol fuqie apo privilegji, por do të rikthehen aty ku i përkasin tek fëmijët, familjet, komunitetet në nevojë dhe viktimat e dhunës. Kur drejtësia nuk është vetëm ligj, por edhe përgjegjësi ndaj njerëzve dhe komuniteteve tona. Sot dua të ndaj një mesazh të qartë dhe të pakthyeshëm. Askush nuk do të gëzojë, aq më pak do të trashëgojë pasurinë e përfituar në rrugë kriminale. Paratë e pronat që burojnë nga droga, mashtrimi apo çdo veprimtari tjetër kriminale nuk janë më simbol fuqie apo privilegji. Ato kthehen aty ku u përkasin, tek fëmijët, tek familjet që kanë vuajtur më shumë pasojat e krimit, tek komunitetet në nevojë, tek viktimat e dhunës, në shërbim të interesit publik. Prova konkrete është thirrja që hapim sot, një mundësi e dedikuar për organizatat jo fitimprurse që duan të shndrojnë pasurinë e konfiskuar të krimit në projekte me impakt real shoqëror. Kemi vënë në dispozicion një fond prej 15 milion lekësh, i krijuar jo nga paratë e buxhetit të shtetit, por nga pasuritë e konfiskuara të krimit që rikthehen në dobi të shoqërisë. Aplikimet do të pranohen deri në datën 9 mars. Të gjitha informacionet mbi kriteret, dokumentacionin dhe procedurën e aplikimit do t'i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, si dhe në faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dua të ftoj të gjithë organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e një përpjekjeje të përbashkët ku pasuritë e krimit shndrohen në shpresë dhe mbështetje. Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 9 mars i vitit 2026. Informacionet të detajuara mbi kriteret, dokumentacionin dhe procedurën e aplikimit gjenden në faqen zyrtare të APSK dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme.